Letërsia shqipe për fëmijë po përballet me një tkurrje të ndjeshme, duke pasur gjithnjë dhe më pak shkrimtar të angazhuar në këtë fushë. Ky është konstatimi i shkrimtarit për fëmijë Xhahid Bushati, i cili vren një tendencë në rritje të librave të përkthyer, pasi botuesit po i kushtojnë më shumë vëmendje përkthimeve sesa letërsisë vendase. Letërsia shqipe nga studimet e mia më rezulton që ajo po të kurret si letërsi e mirëfillt, autor shqiptar po fillojnë kemi pak, nga ana tjetër botuesit po rendin drejt përkthimeve. 4 libra përkthehen nga letërsia huaj dhe 1 autor shqiptar. Një tjetër sfidë serioze për leximin tek fëmijët është përdorimi i gjerë i teknologjisë, e cila po e largon gjithnjë dhe më shumë brezin e ri nga libri. Sipas Bushatit, për të kultivuar dëshirën për lexim tek fëmijët, një rol kyç ka familja, ndërsa faktorët e tjerë ndikues mbeten shkolla dhe mjedisi shoqëror. E para është familja. Ajo duhet ta nxisin fëmijën për të lexuar. Nuk ka rëndësi letërsi shqipe artistike, por edhe libra që kanë interes fëmija ose që fillon dhe që faq fëmija interes. Shkrimtari thekson gjithashtu rëndësinë e pasurimit të infrastrukturës letrare për fëmijët. Përveç ekzistencës së bibliotekave, krijimi i librarive të veçanta që ofrojnë edhe mundësi argëtimi për fëmijët shihet si mënyrë efikase për të nxitur kulturën e leximit tek të vegjëlit.